Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri në detyr i Kosovës Albin Kurti mohon të ketë një dështim të dialogut me Serbinë. Gjatë debatit në emisionin Politico, Albin Kurti pranoi se gjatë procesit janë arritur marrëveshje, por problemi kryesor sipas tij mbetet mosbatimi nga ana e Beogradit. Kurti tha se marrëveshja nuk është e mirë, por që ka bazë për mëtutje. Unë kam pranuar marrëveshjen, ajo nuk është e shkëlqyeshme, por është bazë e mirë për mëtutje. Dhe duket që Beogradi ka besuar që unë do të them jo për marrëveshjen, por unë kam thënë po. Dhe kur e kanë parë ku janë ndodhur, nuk kanë pranuar ta nënshkruajnë, deklaroi Albin Kurti. Gati format e aplikimit për skemat mbështetëse për bizneset në Kosovë. Ministri i Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë konfirmoi se janë hapur 3 thirrje për bizneset, ndërsa një tjetër për industrinë prodhuese pritet të publikohet përmes platformës e-Kosova. Mimoza Kusari Lila deklaroi se gjatë viteve 2022-2025 janë mbështetur 10 biznese përmes programeve për prodhim, përpunim, digitalizim dhe inovacion. Ministri në detyrë e Industrisë sqaroi se kanë zhvilluar instrumente mbështetëse, ndërsa përmes projektit për fuqizimin digjital kanë përfituar 124 biznese, ndërsa gjatë vitit 2026 planifikohet mbështetja e 40 bizneseve, një vlerë për rreth 1 milion euro përmes skemës për energji të pastër dhe transformim të gjelbër e industrial. Kryetari i Aleancës Kosovare të Bizneseve, Agim Shahini, vlerësoi Kosova po hyn në një tjetër proces zgjedhor me të njëjtat premtime, programe të ricikluara dhe mungesë vizioni për zhvillimin ekonomik të vendit. Sipas tij, shumica e partive politike po kërkojnë votën e qytetarëve pa ofruar një plan të qartë për rritjen e prodhimit, eksporteve, investimeve dhe punësimit. Po dëgjojmë premtime milionësh e miliardësh, por nuk po dëgjojmë asnjë shpjegim se ku do të gjendet parat, kush do t'i financojë ato dhe si do të realizohen. Kjo nuk është garë programesh, por garë premtimesh pambulesë, deklaroi Shahini. Ai ka shprehur shqetësimin se ekonomia, sektori privat, prodhuesit dhe eksportuesit pothuajse nuk ekzistojnë në debatin politik. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Qeveria shqiptare sqaron pozicionin e saj për krah investimeve në zonat bregdetare. Kryeministri Edi Rama tha se nuk do të heqë dorë nga vizioni i tij për ta bërë Shqipërinë një destinacion të rëndësishëm në turizmin global. Për këtë ai ju referua investimin në Zvërnes, për të cilin pati reagime nga ambientalistët dhe shoqata të shoqërisë civile. Gjatë fjalës së tij në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, kreu i qeverisë tha se vendi duhet të synojë të hyjë në ligën e kampionave të turizmit global përmes investimeve që tërheqin konsumatorë të nivelit të lartë. Duke referuar projektit në Zvërnes, Rama tha se partnerë ndërkombëtar janë bërë bashkë për të investuar rreth 4 miliard euro. Mbikëqyrura në mënyrë strikte nga agjencia jonë kundër pastrimit të parave dhe nga partnerët ndërkombëtar që bashkëpunojnë me atë agjenci. 1 për 1, euro për euro me bankë, dhe jo nga Izraeli, që mund të ishte fare mirë dhe Izraeli, po nga Katari. Kreu i qeverisë shqiptare pati një reagim dhe për mediat greke mbi protestën në Zvërnes. Dhe si mund të jenë gazetat e Greqisë aleatët tuaj në mbrojtjen e mjedisit Shqipërisë? Pyeteni veten, si ndodh kjo? Gazetat greke që janë mbushur sot gjitha me kauzën tuaj. Ka diçka këtu që nuk shkon? Apo u gjet tradhtari, u gjet shitësia e dheut, u gjet i korruptuari? Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar urdhëron disa kontrolle në Tiranë dhe Vlorë në kuadër të hetimeve që po zhvillohen për dyshimet mbi tjetërsimin e pronave në zonën e Zvërnecit. SPAK po heton një skem të gjerë ku dyshohet tjetërsimi i pronave në Zvërnec. Bëhet fjalë për një projekt turistik që lidhet me Jared Kushner, dhëndrin e presidentit amerikan Donald Trump. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.